Prishtina jemi duku ngjitur rrugës që shpihet për te bregu I diellit, a këta është 1, a këta është 2, pastaj poshtë rruga B, lagjet e reja ku janë ndërtu pas luftës që s'ka pas asgjë në atë pjesë, kush ka qenë I menqur ka blet toka, ka qenë si moqale, edhe ja ka po herin tash me banesa. E aty ku është Orani Smali ka qenë banes, kanë banu disa shokë mi. Ato Smalsori, Luli, Andria, unë kam banu me një pjesë tjetër si student vitet 90-ta. Dhe zakonisht studentët kanë qenë nëpër podrume, disa kush ka pas kushte më të mira ka arrit me marrë edhe banesë më të mira. Tash këtu është ndryshim krejt. Pjesa tjetër është quajtë te Mensuri, këtu ka qenë furra qërimi, nga furrët e njohura të kohës, ende është në funksion. Asfalti I ri, ja, kjo pjesa OEC-ka që është quajtë te Mensuri. Ato ndërtesët poshtë që shihen nuk ka pas asgjë. Gjitha janë ndërtimet pas luftës, edhe siç po shihet Prishtina e re do shkon ka Badosja ndej. Është ndërtuar edhe gjykata kush ka parë në atë pjesë tash me beqe lidhet me Ajvali. E hy vlera. Shikoni sa ndërtimet janë bë. Tani një nga propagandët ka qenë u shkatru Kosova, që në fakt është ndërtu Kosova, dhe propaganda tjetër ka qenë asfalti nuk hahet se po shtrojnë asfalt. Pa asfalti ka qenë mi plotsu kushtet për bashkime evropian, mi vendos numrat me GPS. Çdo ku në botë është kjo. E tash secili kryetar kritikët më të mëdha I ka nuk mashtrove rrugën time asfalt, nuk e shtruhet rrugën ton asfalt. Lagjen. Kështu janë shqipët. Shikoje pjesa tjetër ala që është rregullu. Hajde vazhdojmë. Vazhdojmë. Ka të kthejna doja bëja edhe vizit, nëse kam një takim një shok këtu. E qanë pjesën andej, kam banu vetë një kohë. Kjo është Prishtina me lagje 3. Royal Mall e këtu e ka një shok banesën, po ai ka gra me kohë. I ka gra me kohë. Ka vopore plus tash në Amerikë po shkon. Jem nga kjo pjesa tjetër. Kret, kjo është e ndërtuar pas luftës. Nuk ka pas asgjë. Kjo vazhdon pastaj lidhet me Ajvali, Andeje, me shikoni. Gjitha është e re, edhe çdo ditë vazhdon.
26 vite çlirim. Gjithçka është e re, gjithçka e re. Edhe prap u shkatru Kosova. Sa propaganda u bën këtë vend. Me për gjeneratet e reja duhet me lecu ma shumë, ata shpesh nuk kanë logjik. Ata nuk e din qysh ka qenë Kosova dikur, mendoj se gjithmonë ka qenë kështu, se duhet më konë Amerikë me njëherë Kosova, New York. Autobusët dhe këto vinë. Hajde, vazhdo. Royal Residence. Vazhdojmë. Ta që më dalë lartë Matiqanë. Matiqanë e tani do të më kësi për Velani. Ja, këtu të më thënë tash jemi të vorri presidentit Ibrahim Rugova. Shtëpia tina është në djathtë që vjen në Velani. Edhe zbresim të poshtë. Dalim të Slovenia Sporti. Të Slovenia Sporti. Sa është rritë Prishtina prej vitit 1996, kur ka marrë si student këtu. Katastrofë. Çfarë ndryshime ka, çfarë. Atë rrugën djathtës, domethënë është një tetori. Në mbajta demonstratët, dhe me qenë. Tash që rruga më dukut është quajt Robert Gajdiko. Këtu tash jemi te Ministria e Arsimit. Këtë pjesë me është fakulteti ekonomik dhe juridik, cilët janë liru duket gjatë luftës mos janë liru marrua. Pas marrëveshjes që ka pas Rugova në Itali në Shenegjidio, Gjavit Ameti po pat myt në aksident profesori në 96, në marrëveshja ka vazhdu. Fillimisht është liru fakulteti teknik, pastaj këto dyja. Ndërsa këtu në 97-ën, kriminali Arkani e themelet i ka nisë në 91-ën, ose me ditë në 97-ën e kanë vendosë kryqin me helikopter. Më thënë, midis të universitetit e kanë po. Edhe sot da ditë figuron shkoku i Evropës pedagogët, ta kishën Kroaci kjo, me rroj e kishin zerë kroatët dhe nuk kishin lërë. Ka qenë Kroaci ku ka luftu Toni Gjelal Hajda, i kom vizitu ato vende, kom plasu video. Me vorra ju kishin thujnë, me shpije ju kishin djekë, me krejt i kishin debu. Iq letët që kishin vetë. Tipik patriota, këtu jo ndërkombëtar, jo asim shoj, që jo nërë zojo. Këtu sa kalum menzën e studentëve, kjo është një nga rrugët kryesore ku shihet marshi i studentëve të vitit 1981, pa pas demonstrata masive. Pastaj kanë vazhduar vitet 90 dhe fillimi i luftës e është protestu. Barën gjithmonë ka bart rinia studentore, i ka shtyr proceset para. Sot flajnë krejt kolera. Tash zbresim drejt Santez dhe sheshit Biovin ton ku
edhe është vendos shtatorja të madhe presidentit ishtë Amerikës Bill Clinton, shpëtimtarit të popullit Kosovës. UÇK-ja dëshmor martirë që kanë rrë gjaki Amerika. Këto të tri thame e kanë bë të mundër lirin. Mos të kinë ndodhë masakra e qakit, s'kanë pas edhe ku me marrë shkos me bombardu Serbin. Dhe më thënë u dasht me vdek ai plis bardhi, ai në qak për më bo shkos. Më thënë gjaki tina ka peshu. Dhe nuk si bjo vëllëtanit të ashtë. Ja, tash ecim të poshtë. Tu jem në Lakrishte. Sigur ka fotografit vjetra që ky vend ka qenë i mbjellur laklar. Edhe i ka mbetur emri Lakrishte. E tash kjo pjesa lidhet përfundon Prishtina deri në i përvendit, ku edhe kalon pjesën e fushë Kosovës. Këtu tash është qyteti e Flamuri, është kazerma e cila bën emrin e kryekomandantit ton legjendarit Adem Jashari, që emri i tij s'ka mu harru kurrë në historinë e shqiptarëve. E tash vazhdoj për fushë Kosovë. Nëse shikon edhe fushë Kosovën si ka qenë para vitit 99, dallimi është ekstrem i madh, me shumë ndërtime, mirë po vetëm kishtë qenë me qenë ndërtimet me plan urbanistik, kishtë me qenë shumë ma mirë, sepse janë ndërtu edhe si pas luftës ma, dhe se janë kriju institucionet si duhet, janë ndërtu pa kritere. Deri këtu më duket e ka Prishtina. E pastaj vazhdon fushë Kosova me sa e di. Këta semaforet. Gjithë ky ndërtim që është bërë, po thënë Maramens, gabimi më i madh që ka bërë kryetari, kush i ka heq fushë Kosovën, Borin Berisha, mas shumti, që kësaj rrugë, kësaj pjesë nuk ja ka zgjidhur problemin, pasi kjo është e stërë ngarkuar, domethënë shka hyn Prishtinë prej fshatrave, prej Drenicës, për vende tjera, krejt që kalojnë Prishtinë, prej Pejës, prej Malishevës, prej gjitha lidhen. Kjo rrugë është dashur u bë alternative edhe një pjesë, ose me bë nën kalim, nën tësor, për me lehtësu qarkullimin këtu gjatë ditëve të punës. Në ora 3, ma me pas dikon smut të vdes në makinë bre, qëfar kolone bëhet, qëfar trafiki i të mërshëm. Edhe fushë Kosova duhet me ndru kryetarin, me sjell një kryetar ma energjik, kryetar të ri, që kanë plane të rit, me punu me plan urbanistik, me zgjidh problemin, jo me bo problemin.